Mirëmbrëma nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Atëherë, sot e kemi vendosur me Amarildon ta bëjmë si zëri popullit dikur. Do të thonë faqja e parë me zhvillim me sukseset e ditës, ku është që Sala shau Shqipërinë, thash narkoshtet. Narkoshtet si janë thënë edhe Kolumbis kur bëri paktin me Escobarin, e momenti që në shtet për shkak të paqes sociale dhe nuk I thanë Kolumbis narkoshtet. Gjithsesi, do ta diskutojmë. Do të diskutojmë për punën e numërimit votave, ku ka kërcit, do më thënë, këta akuzojnë se I ka vjedhë Edi Rama, por këta po akuzojnë njëri tjetrin. Okay. Do diskutojmë për mosnjohjen e zgjedhur nga Sali Berisha dhe faqja numër 4 e zënit popullit, lajme nga jashtë, pse është zënë Trumpi me Elon Muskun që filluan duke sharë njëri tjetrin, jo je kurvari, jo njërin tjetrin. Unë them mos ta lëm të faqen e 4 se do na mbyllim programin. Megjithatë vazhdo. Do ta diskutojmë. Do të diskutojmë në terma të butë. Mirë. Se kanë do mundohem, por është e funit, mos më fut gjinof. Po shiko, se më duket Trumpi kishte dy probleme kur qohej në mëngjes. Problemin e luftës në Ukrainë, problemin me Sali Berishën, se s'po I hiqet në grata. Sali Berishën pari. Mëse ne vini këto tjerat, jo Kina, jo Elon Musk. Po gjithsesi e fillojmë nga prezantimi që bëri tek Partitë Popullore Europiane, dhe ato më duket talën trafi se I thanë do ngrem një komision fakt mbledhës, edhe që megjithatë, te humorit, ajo që ju ka bërë përshtypje njerëzve, Amarildo, ka qenë një status I imi, duke unë jam njeri politik, në fakt po unë nisa nga nocioni jotë si biznesmen, që dhe kjo ju kishte bërë përshtypje njerëzve. Ky njeri flet në prag të sezonit turistik. Imagjino ti në qoftë se do jesh një huaj, dhe I thua, je duke shkuar për pushime në një narkoshtet që nuk kupton vrasjen në rrugë. Kupton, po. Po tani ka dhe ca kanalet sponsorizume që po flasin për këtë, sidomos në anglisht që flasin punë narkoshtete kështu gjërat. Deri tani për shembull janë nga 312 views, sepse nuk s'do me ditë njeri se çat trapligje shkruti, por që është bërë puna është bërë, domethënë investohet leku qoftë dhe në anglisht për këtë punë. Këtë po shpjegoj. Nga ta nisim, vazhdoj qikë se s'di nga ta nisim, duhet me fillu me shatje. Jo, më bëri përshtypje ajo që thotë ishte mleta kap. Nga ta kap. Mleta kap ka dalë. Mos më fut gjynof, se ishte ditë baromi. Po, pra. Jo, ajo që më bëri përshtypje ishte kjo, e para punës që një biznesmen që ka mbajt periudhë 8 muaj, sepse neve nuk po harrim ta shtrim sezonin 6 muaj, tani ka ardhur qershor korrik edhe I çik në gusht punoni shkreti biznesmen shqiptar, ka hedhur lekë të gjakut aty, dhe ti thu narkoshtet, këto godina janë bërë me pare droge, nuk thuhet as për Medellin që janë me gjithmonë pare droge, asnjëri nuk e thot që ky qytet është bërë me pare droge. Asnjëri nuk e thot. Domethënë, edhe drogaxhit kanë respekt për vendin, më tepër. Ore, di çfarë më bëri përshtypje? Më bëri përshtypje ata çunat që kishin transportuar ashashat nga Spanja në Finland. Dhe vinë I arrestojnë këtu. Në një kohë që neve nuk kemi marrëveshje ekstradimi me Finlandën dhe Finlanda s'ka mbaruar gjyqin akoma. Domethënë ata mund të jenë dhe të pafajshëm. Dhe ti I merri çon pako postale andej, një mungesë totale e respektit shtetit nga ana e spakut. Dinjitet ka njeriu, drejtje e mori. Po më bën përshtypje këta çunat. Ore këta duhen bën cell në një shumë komshë më burr, të drejtosh me telefon nga Shqipëria, transportin e mallit, Marok, Spanjë, Finland, shpërndarja aty, ti bish lekët kokër më kokër se pastaj të gjej belat ha drejqi. Dhe runi cilësin çuna. Mos na ngelen ai. Mos na prish në emrin e mirë. Mos na prish në emrin e mirë. Pra, gjithsesi. Tu del një palobur, shkon e thot narkoshtet një. Nuk është problemi I paloburrit tani, ne duhet nisemi prap nga ai fillimi që e kam status tu se do mbi keq që mos ta them eksaktësisht sepse ja vlen në fakt, sepse duhet respektojmë veten edhe
shikuesit, pra kam bërë një status para ca ditësh, këtë bërë në zhruar një sekundë. Ja, minut, se kam këtu. Nejse, çfarë ndodh? Fillimi i kësaj mënyrë që ne shohim, e ka shpjegu teatri në anglisht. Më kuptoj që e kam përkthyer dhe unë. Që mund ta gjesh bilese do ta gjej ose gjej Nikolaj gjej un statuset e tua të tuaja. E bëj shumë mirë. Se i qan. Po jo jam shumë. Jam shumë teknologji. Po. Çfarë ndodh? Ky është fillimi i të tërë mortjeve që kemi ne sot. Problemi me Shqipërinë do kaloj pak ke Polonia. Thjesht jap një ide. Polonia është ndër vendet më të zhvilluara sot në Europë. Po. Bën zgjedhje, ishte deri, si mund të them, një orë përpara daljes rezultatit, fitonte partia në fuqi. Pum, e mori ai tjetër. Me 0.8. E mori tjetër. E mori euroskeptiku. Po. Dhe çfarë ndodhi? Personi që humbi zgjedhjet i dha dorën dhe tha, bravo. I dha dorën e tha, shpresojmë tha që bashkëpunojmë për të mirën e Polonisë. Dhe po merja, domethënë, pash ato dokumentarin mbi Poloninë, se më ngjalli kuriozitet në fakt, për rritjen ekonomike të Polonisë. Pra Polonia nuk pat një parti terroriste si e jona. Atëherë ta lexoj? Do ishte shumë mirë, po. Atëherë. Kjo që është një citim që ka bërë Amarildo nga Dr. Kevin Barrett. Kështu lexohet apo jo? Po. Okej. Është e vërtet që kemi mbështetur dhe sjellur në pushtet njerëz psikopat, të cilët përbëjnë rreth 2-3% të secilës shoqëri. Njerëz të cilët nuk kanë ndjesi njerëzore dhe janë gati të bëjnë gjithçka pa vrarje ndërgjegje. Kjo ka bërë atë që këto shtete të kenë drejtësi të korruptuar, sisteme të korruptuara dhe shoqëri të korruptuara. Pra siç dihet, shoqëritë kanë tendencë të imitojnë liderat. Pasi siç dihet, shoqëritë kanë tendencë të imitojnë liderat. Këtë thot Dr. Kevin Barrett për berishat e PD-rat që kemi krijuar në përbot. Por Dr. Kevin Barrett s'do kishte shanse para studiuesve shqiptar që e dinë se sa liu në vun komunist. Kjo është talli. Nëse kjo është ajo shaka ime e vazhdimit. Mbyllë gojën Kevin Barrett dhe vazhdoni me non gratët në përbot. Bravo. Okej. Tani që ti drejtohem pak ti problemi. Polonia e di që kështë bërë ndryshe? Që nuk ishe prish as fabrika, as uzina, as i lloj gjohë nuk është prish në Poloni. Më antikomunistë polakët nuk ka. As në Amerikë nuk ka. Jo. Më antikomunistë polakët. Por më pro-polak se polakët nuk ka. Pra, është një ndryshim shumë i madh. Me terrorist, që e thot dhe ky, po kene që lloj shumë e rëndë, me një Sali dhe një PD, që janë gjithë terroristë, pra nuk mund të heq në një. Se mos menon që të heq një votus. Ai është terrorist, po nuk e di që është terrorist. Po që është. Do më thënë, më troqë se ka që nuk mund të shqiptoj dot. Do më nëse e mbështet PD, drejt për drejt, indirekt, po gjoja se kuseni ma, bilektën mu kurvat, këto që bën gjoja se kuseni ma dhe që du me qua ne, që janë këto analistët ti mosh me radhë, do listë gjatë në mërë ora, janë terrorist, po ca janë mu kurva, kuptohemi, ca janë idiot dhe termin sepse ato që e bëjnë e kanë punë dhe kanë një lloj nderi në dhe deklarojnë. Po edhe këto kanë derë sepse jo ato deklarojnë çfarë janë. Po kuse këty ne duhet me uçer maskën, këtu është problemi. Më këtu ne duhet me uçer maskën se janë të tillë. Sado që vishen mirë, mundohen me e artikulu fjalën, po janë të tillë. Sepse në Shqipëri nuk ka ndodhur që ne të kemi një luftë ndërmjet të majtës dhe të djathtës, euroskeptikëve pro-euro pjambe. Dhe kjo është çfarë ndodh në gjithë botën. Pra kemi
Slovenin apo Slovakin, se janë ngatroj. Slovakia është ajo që është afër Rusisë. Slovenia është në veri të ish Jugosllav. Bravo. Slovenia, për shembull, është lajmi sotëm që ka drejtu, në mund të them, në një farë mase ka drejtu syt nga Kina. Po vazhdon nga Kina, pra është një euroskeptike e papar. Dhe ky quhet mendim ndryshe. Nuk do, marrim Polonin, që ta thjeshën. Ky që fitoi thot, mjaft thot se s'mund na mori Europa, thot na çoj zvarr në për luftra, në për gjona se kemi interesin ton. Me zore bomb këtë Poloni deri këtu. Më kuptove. Me atë Van der Leyen e këto me radhë njerëz më të korruptuar botës thot nuk mund merren. Çka ka ndodhur? Sepse janë të gjitha çfarë po ndodh në Shqipëri janë pasoja, prandaj po e marr pak më gjatë. Në Shqipëri ndodhi kundërta, pra u shkatru gjithçka. Kjo që ka bërë Saliu sot ne na vret pak veshin për të vetëm arsye sepse prap i mbështetemi studimit, sa e studim psikologjik, ai nuk është parull, populista. Më kupton? Është për ta lexuar pak vetë ajo. Eksaktësisht, është profesor i në universitetin më të mira që ka bota të psikologjisë. Dhe shpreh këtë, është edhe dora e tij këtu, kjo që ka bërë. E ka dhënë një dorë. Bravo, po thotë Kjo është pendesa. se vazhdimi i kësaj është e pamundur të luftohet tash thotë. Kemi rënë në një barë të papar për ta luftuar ne Na ka tani. gjetë belaja me këta që Po kemi pra krijuar. këtë po thotë, nuk e ka hallin ai na fani shqiptar, nuk e ka hallin që shqiptar të fare. Thotë si dia bëjmë këtyne buburrecave kontrolli tash. djajt. Ashtu, këtu është problemi. E shpallin në ngrada dhe s'dëgjon tiki. Eksaktësisht. Këtë hall ka ky se mos kujtojnë që ka hall në shqiptarë, është nga ata çunat e mirë që i vret ndërgjegja. Zero ndërgjegja. Mos si dia bëjmë ti hallit. Që na ka ratë ashti. Dhe Shumë kështu ja po nesër. jo më po duhet me fol vërtet të drejtën me njerëzit. Kjo është Ama gjithë Ido, ideja. një konkluzion dhe ke shumë të drejtë. Po s'deshe vete nuk të do asnjëri. Jo, e ti Jo, ku lejon gjithfarë mostre, të kuptoj, krye nuk të të do kuptoj asnjëri. tani. Problemi është, dhe unë e kam parë, dhe problemin nga pse ndodh kështu në Shqipëri. Qofse shef Varshavën, kryeqytet në Polonisë, 1700-ën, ja me Tiranës sot. 1944, Tirana, në qofse do ishte fshati Varshavës, do ishte turp për polakët. Tirana, qendra, me atë xhamine, me atë orën, që lanë non të mos na myllni orën, ora 1,80 m. Mus orën kujdes teatrin na rrjeve pishinën mes Tiranës. Domethënë, nuk është faj, unë tash i kuptoj pavarësisht se unë për shembull në një moment caktuar se dhe unë jam emocional. Në moment caktuar them, ça bën kështu bër. Po i kuptoj, am kuptoj, imagjino. Vazhdon më gërvisht aty të teatrit. Dy breza më ne, unë e ti kena pas në fshat njerëzit, ose në qytet, prap në fshat, mes katunit, edhe në qytet. Sa më në qëndë të isha, aqë më katunar, aqë më i dhirë isha, se di jam këtove, sepse minere kanë qenë. Ku 1600-ën, Amsterdami kishtë ndërtu kapitalizmin. Letrat me vlerë. 1660-ën, kjo, që thëmë, Londra ndërtoj kapitalizmin. Pushtot e botën. Por, po të shikosh I tha ti ndërtesat. piratit drek, hec këtu i tha që armatën spanjolle kam problem. Admirali i tha dhe mi Po të zhduk. shikosh qytetin në vetë, sa që aty kuptohet. Po të Jo, më shikosh falë, se do ta bëjmë që imagjino Okay. për shembull ne këta çuna, që ti thoshim çuna që keni hyje, hajdeni këtu, ti do jesh drejtori i Telekomit, ti tjetri do jesh drejtori naftës, se ta qajnë ata, nuk të lënë të vjedhësh ata. Të marrin njerëz ata të Tani- vjedhësh. Ama se ta bëjmë një çik Jo, kështu. ta bëj tamam atë që the ti. Thjesht po do plotsoja. Nuk kam nuk po shkoj fare, jo, jem Jo, rregull. më fal, Jo më je aq mirë sa nuk e ke idenë sepse Se Anglia këtë bëri, mori piratin, i tha, hajde ma hiq qafe jo Spanjë, tani i tha. ti nuk e ke idenë se ça mori Amsterdami vet. Mori Bandi. pikërisht këta që shasa.
Jo, mos harrojmë që Anglia ka bërë një luftë për opiumin, me Kinën. Ishin, më janë një lloj, po të them, sepse bëhet fjalë për 3 qytete, domethënë 3 qytet më të rëndësishme të botës. Është një dokumentar, një kryevepër. Sepse ka anën psikologjike, është se dokumentarët që shoh nuk janë vetëm 1666 është bo puna ty, është me doktorë, me gjona. Ta bëjmë që kontroversë emisionin. Po. Problemi ishte që krimi i Amsterdamit është kriju nga kriminalët më talentuar që kish bota. Që kish bota për momentin. Më fal, që kishin mundësi me grumullu. Dhe ishe dhajt. Ama Ido, edhe një ndërhyrje. Por kam lexuar historinë e Hollandës, 3 herë Hollanda, e cila ishte një batak, 2 herë i ka hyrë brenda në Londër britanikëve, në atë kohë britanikët, akoma se mos u kujtuan orën drekën këta, thanë hajde ti bëj çik derman këtyre se. Dhe këta kishin shpikur letrat me vlerë, 2 herë hyn brenda në Londër me këta bandit dhe i treguan anglisë si bëjnë lufta. Ndërkohë Anglia mbretërinë më. Po. Anglia po falimentonte. Prandaj po them që bota nuk është e moralshme, bota është ata duan të tregojnë ty, të nxjerrin këtë tipin Berishën, e thonë ky bën moral. Dhe ja kërcet Berisha, kemi narkoshtet. Vazhdo tash, më fal. Pra, kur shikon që të mos kalojmë, që të mundojmë të nxjerrim esencën pse hym kaq thellë. Kur shikon se si është ndërtu qytetërimi modern, kapitalizmi modern, kuptoj që në Holland do ishte e pamundur psikologjikisht edhe nëndër, në qoftë se ti do flisje keq për Amsterdamin. Absolutisht, po. Të rripshin. Dhe tani po dalim ke gjuha europiane. Nuk po flas për parlamentet. Jo, që të kuptojmë që nuk e ka fajnë sala, këtë po qëtë, unë tashin do e nëzirë fajnë salën komplet pafajshëm, me sinqeritet, është më i pafajshëm në botë. Sepse player krum e gjem gjithë vendet e botës. Problemi është ke ne. Në Angli, kur me telefonin dhe ke hall, që do lidhësh me një departament ose i tjetër, që për para se të flasësh me personën, të kujdes gjuhën, në cilën flet dhe kujdes intonacionin e zërit. Te di çdo kush. Pra dhe në zyra, në qoftë se i thu, të dua shumë, qëtë për jashtë, më të dua, jo të orresh, po, ti shpesh dashurin, duhet, ke këte distancë, ku mund të shpesh dashurin, në më e ke këtu, jo këtu, del për jashtë, që të dëroja për jashtë dhe s'futesh më në anti-institucion, fare, nuk është problemi se kemi me këte, që shpesh dashurin, e kemi gjithë godinë e madhe, nuk pranojnë më. Kjo është e djathtë, ose kjo është ndërtimi një kombi, kjo është kultura e një kombi. Kur kulturën, kur ne qajmë teatrin, kur ne qajmë shpic me qërpic, se dalin ca tani, do më thënë që ato 4 shtëpi ka gjithë Tirana normale. 5, tjerat janë turp, tjerat duhen me i mullu me gazetë. Këto thonë mos i prish. Muloj me gazet. Mos i shohin njerëzit. Problemi ishte që këto intelektual që bon pikrisht, të dhirët intelektual që i kështë sulmu në veri këta. Se i ka sulmu në veri këta 24. Po të shofësh atë, këto i ka sulmu në veri. Më kuptove? Vetëm luan në kumar gjithë ditën. Brava dhe kapshin e 14 vjeçare. Vërdal. Ose i bite italiani ca prostituta gabele anë, ja u qathan e legët. Te më burtoj të në turpi botës, të në plerat e botës, po në fakt nuk kishin faj. Problemi është që nuk kishin faj, sepse anë ju vite buka. Anë ju vite buka, më s'ke pas shtet, s'ke pas kultur. Kjo është realiteti, më s'dum të pranojmë. Kjo është si një dhe një që po 2. është origjina ime, nuk është po flasë për origjinën tate. Flasë për timen. Origjina jonë.
Origjina jonë kjo ka qenë, nuk e di jam kuptove, s'ka, në momentin që ne kemi pa gjyshe me 3 palë pantalona cip me cip, edhe atë haj mutin në kulturës, do të dali cala pa tjetër në këtë vit që jemi ne. Është viti i inteligencës artificiale, ne kemi sali. A kuptoni më shqiptar, a më kuptoni. Kene për panele, ato fytyra që ka, më kuptoj që nuk të lejnë as me fol, as me diskutu, i vodhën votat saliut. Ti a kuptot është i do më thonë që normalisht duhet me ligj, vidhin i votat saliut. Një nga kushtetut, do më ligjet të kushtetut, qa janë njerëz të tjilë, si që ka për shumë Anglia që nuk mund të angresë zërin, këtu duhet jetë për momentin vidhin i votat saliut. Shtë male, do më thëmë, po të kisha mundësi villësha unë. Pagusha për të vjedhë. Jo ma a ka këshu, dhe po morim kriminellet, sepse dhe kriminellet kam pagu për të. Këtu të rëgu që janë më përpara se vetë intelektual, do më thëmë, shisat dhirë janë intelektuale, dhe kriminelli e di thot, një gjotë të mund të futem burg, po salit nuk mund të bishti këtu, dhe se më prish investimin. Unë edhe nga burgu e kam siguru jetë në Kalamojve, am kupto sepse ai pallat që kam dortu, ajo kafe që kam dortu, ai objekt që kam dortu diku, Nixoni pse do vazhdoj të funksionoj për Kalamoj derisa ta gjej prokuroria ku është ku. Po nuk mund të sjell tallashin unë në krye se mund dhi Shqipëria, s'kam që me bëll. Am kupto sepse çdo njëri ma men 2012 e 2013. Të flasësh për krim ose për drogë në Shqipëri, kur çdo lloj historie, sa do e vogël droge, që del në për kanalet tona, prandaj po them që këtu ka tek, sepse nuk mund të jesh intelektual. Asun, nuk mund të jem, duhet të jetë nga 2 breza manej që të fillojmë, sepse thot Gjermani shumë mirë, do punoj unë, do punoj fëmia im nipi që të bëhet i Gjerman. Brezi ka të dali Gjerman. Kjo ka qenë një nga shprehjet e famshme. Sepse unë kom menë me vjedh, me bënë e gjo, nipi ka men, më bëj qik më elitar, më kështu, bravo. E filluan me mafja. Eksaktësisht, se mafja në fakt e kanë fillu hebrejt, ku do në gjithë botën. Por, ajo që po thëmë, sepse panena të kishin shkencore, vëlla. Si? E kishin shkencore. Po shkencore, jo, e kishin dhe kështu, si ta doshe ti. Biles dhe ligjet po të shovësh që janë botë të tjela, sot, që për shembull favorizohet më shumë kriminali se ai është janë pikërisht nga këto ndërhyrjet e vogla që janë dash me vite me i bë. Jemi këtu. Nëse e rëndësishme është që pra dhe se po të shikosh për shumë njerëz që janë fut krimin, po shohësh fëmijët e tyre. Nuk i do asnjëri, do i çojnë të gjithë në për shkolla të shtrenjta. Eksaktësisht. Dhe nuk duan të afrohen fare. Më thoshte një mik për këta banditët e mëdhenj të Fierit, të Vlorës, asnjëri prej tyre nuk i mban shumë larg. E imagjino tash që te fëmijën e vet, që të kuptohet vota ajo që them unë. Atë fëmijën e vet, që unë e di se si e kanë rrit. Unë e di se me çfarë edukate e kanë rrit. Të ketë sal kryeminist, ai më mirë vret vetën. Se thotë, jetën time unë do të çoj burgjeve, do bëj këtë, sepse kanë një plan. Fëmijët e mi do në më me kulturë, do ndërtojnë se biznese më të pastra, etj. Se kjo është pak a shumë evolim njerëzor përveç po qetë sali. Gjithë evolimi përveç saliut, që e thot ai burri huaj, është kështu. Unë do bëj krimin, unë do vras fëmia im, do e mëroj qik, do shkollohet që ta sjellin më në Terezi dhe më brenda ligjit. Edhe fëmijës quhet zotëri, ose fëmia i fëmijës quhet zotëri. Kjo është për shumë. Dhe në Shqipëri... Si me belerët tanë, që vodhën pronat, eksaktësisht. ke parasysh dhe ta shtin librit e tyre, shesin por dhe thoni vim nga racë fisnike. Këtë fisnike në hiqe. Nuk krahasohet, prandaj po të them që mos më ngatro se më dhjeve tërë shpjegimin.
nipat e këtyre, ai që del që do hate muta, çfarë do bëhet, ai do hate njerëz. A më kuptove? Ai ka shërby Gjermonit, mas Gjermonit anglisht, do më ai sy akoma. Bravo. Ai nuk hy akoma, ai nuk hy kjo e kriminalit, po të shohësh kriminalin me atë belerin që thuti janë dy gjona komplet të ndryshme një tjetra. Kriminali është këtu, ky beleri është këtu, mos i ngatro, ta kuptojnë dhe njerëzit. Beu është këtu se ka halen 300 metra larg. Kriminali është këtu, shumë më lartë, se ka rreziku vetë në vetë, për fytyrën e vetë, dhe bo një lloj biznes me anglezin. Më falë që më që ta, sepse i duket shumë, si mund të them, kontradiktore. E jashtëzakonshme kjo që po them. Kriminali e quhet barabartë dhe kriminalin anglez dhe gjerman dhe amerikan dhe çfarë tjetër. Jo të barabartë, po thotë, jam dhe më i zotis aty. Ky beu ose një bibeu që mundin është ky. Ky thotë si mund të rrejon shqiptarët, si mund të bllokojnë ekonominë dhe si mund të shërbejun pushtuesit radhës. Dhe problemi me këto bejlerët, po i fusim gjithë KPD-ja, është që nuk i dhiet më pushtuesi. E kupto do më thonë se çfarë nuk mos mi quj me lek kriminalet rahat. Se kanë majt ekonominë. Dhe se Europa s'na ka fut, më falë. Europa nuk na futi, sepse çdo gjë që u zhvillua në Shqipëri për 30 vjet është për t'i bërë lapidar kriminalëve tanë. Kriminalë janë dhe ata që hikën me fëmijë, me gru, i hypën, dominikën, skafeve një tjetër, në falsifikun dokumenta e bon, që hikën. Dhe ata mbajtën prindërit e tyre. Më këto, mbajtën fëmijët e tyre, u rikëthyni, i dhanë dashurin për vëndin, se po të shikosh. Kapim dy aspekte. I morim gjithë ata që danin në Londër, ke pa me datë 28-29 nëndor? Makina Lamborghini. Po që kënë? Flamurin shqiptar. Po, nacionalist. Po jo, që kanë bo tjetër ato? Ato kanë bo që gjithë bota e krimit, le themi, ose bota moderne, që ta këthejmë të shjetë e fjallën krim, se krim janë këta. Pra e heqim nga këto kriminalit që ta kuptim. Këta janë biznesmen të shi. Këto janë kriminal, këto që kemi në parlament, këto që ju kanë vjedhë votat, këta janë kriminalët. Që dun me plaçkit buxhetin e shtetit, se s'kan dut për asnjë gjë tjetër. Këta tjerët, po t'i shohësh në Londër, Amerikë, ku dushti, kape ku dushti. Këto kanë bërë që vipat, ose, si më them, njerëzit më influencer të botës të bëjnë këte. E kanë bërë këta, se kanë bërë ky. Nuk e ka bo Saliu dhe pjellat e ti. E kanë bo këta. Kështu që këtyni e heq kapelen unë. Po jo për këto mutër. Po janë dy ndryshëm. Am godu se këto po bëhen të djathtë. Se ka një rrugtim gjithçka. Çdo gjë që është ndërtu. Çdo gjë që është ndërtu në këtë planet ka një rrugtim që ka loke njerëzit që kanë karakter. Karakter është kur i thu edhe kriminalit anglisë, edhe kriminalit të Gjermanisë një tjetën, hajde luftojmë për këtë vend, për këtë pozicion. Kurse këta janë, nuk e gjithë të jalen. është një ullum që vetëm në kombet që nuk kanë pas të djathtë, pra nuk kanë kriju nga kjo forca, si që është kriju Amsterdam, si që është kriju Londra, si që është kriju Franca më vonë, Parisi e njërën tjetër, New York e këto më radhë, sepse mënyra se si këta e kryojnë, pra si është kriju Amsterdami, këto më radhë, mënyra se si këta e kryojnë, vinë dhe regullat e lojës. Kur pajtohesh me çdo pushtues, rregullat e lojës janë shumë thjeshta. Shif ku janë pozicionet e gjermanëve, hajde merr një lek. Pozicionet e partizanëve, hajde merr një lek. I trahton anjonin që është partizan, çoje ke gjermanët ta rjepin, e morë edhe ti një lek, rej fshatarët me një lek, lej kështu si mut me kokën gur
dhe me një lek, sepse ne për drejqe dhe fene kemi drejq. Se s'ka qenë në jerë. Gëzuar. Nuk ka qenë, pra nuk ka Edhe qenë... një hoxha. Gëzuar. Nuk ka qenë, pra nuk ka qenë jona. Pse? Nëse, për shembull, kristianizmi në Gjermani, pa marim, sepse ata e blenë, ky është fakti, më këto, Roma madhe, i futën lekët ata, kishës tyne, e qunë nëllë, se lam po, bravo, për dhe ata e blenë, i thënë, jo dhe i shërbesh Europës, dhe i shërbej Europës, nuk s'ka regula loje këtu është, do të i shërbesh Europës, e pushtun tër Afrikën, vap atë Biblën do, vap me i tokën, Amerikën Latine. Amerikën Latine më rrallë. Pra, bravo. Kuse ne jemi ato që në ka ardhë Biblia. Nuk ose është piktu, ose në ka ardhë Kurani. Që ta thjeshtoj, është për shumë, që grekët që na futën edhe këte ilaqin të shim mas 19-ës, me këte fenë që quhet jo. Ortodokse, bravo. Se po t'ishte autokefale, ishte mirë fara, më kupto, sepse, je shqiptar, je mrena kësaj feje, je krye vej, për gjo më të buku nuk ka. T'ishe katolike, po e tëra, se dhja më kupto, se t'kishe si plan par shërbimin ndaj vëndit. Ishte krye vej, për që ka pas figura, nuk diskutohet, a më kuptove, po them, një pjesë e tyre janë komplet komplementum, sepse janë njërës që do mbajnë interesat e X të Y-it. Shumica më bërë. Unë ditë them këtë, se po e zëmë që e pati i natin komunizmi me fetë. Jo, e ka pas Ahmet Zogu i pari. Dhe më thënë, Ahmet Zogu kishte problemet mëdhaja me kishën katolike, e cila i bëri dhe kryengritjen në Dukagjinë e financume nga Serbët. Pati probleme me kishën ortodoksa dhe prandaj mbështeti autoqefalinë e saj për të zhduk. Pati më pak probleme me individ, me muslimanët, sepse muslimanët kanë qenë më tolerant, më naiv në sensin. Po gjithsesi, edhe për këtë ndihmoi edhe fakti që Ataturku në krahun tjetër i griu këta dhe nuk e përdori fen për ekspansion, kjo e ndihmoi Zogun. Megjithatë pati probleme sepse tha që nuk duhet falur siç falen muslimanët me duke u përkulur, po shqiptari, se nxori këtë shqiptari edhe Zotit i ri në këmbë dhe e ndaloi përkuljen, hoqi feret xhen. Etja nuk i qoj deri në fund se s'kishte takat, janë vlera që unë ja kam pas Zogut shumë më vonë. Po pra, ja kam pas mbretëri shumë më vonë. Sepse edhe pozicioni i Shqipërisë ishte feja ka pas probleme me shtetin shqiptar. Jashtë masa, sepse gjithmonë kanë qenë. Nuk e ka qef. Është përdori gjithmonë. Tani, bravo. Problemi është feja. Që ta kuptojmë. Feja është gjëja më e bukur për çdo njeri. Mos ik nga sala. Jo mos e nuk ikje se jam këtu. Feja është gjëja më e bukur për çdo njeri. Çrgëno. Të pa fet, tash të pa fet, unë jam i fes. I gjitha veve. Se di se çfarë bën shpirti i njeriu. Më kupton? E di se çfarë bën për familjen. Të pa fet, futen më në këtyre besimeve. Dhe mbajnë interesat e X shteti, të X regjimi e njërën tjetër me radhë. Më këtu ka qenë gjithë problemi i fesë, i problemit fesë. Pra të pa fejë, janë brënda fesë, unë edhe kanë bo, këto veprime që kanë bo. Pra, e mira do ishte që të kishim fenton. Tani që të dalim prapë kësali, është kjo, që ku të krijohet kjo kulturë kombëtare, që thash, po vje pikësh nga kjo e djatha, këto që po lajmë parat, këto që është shu, e tjere, sepse, po ta shpjegoj më ndryshe, për shembull, nëse, ose po mundohem, ta bëjmë më të qartë, nëse një repisti, që kanë nxjerrë këngë, ti do i fusësh, do thush po ky është kështu e ky është ashtu, ai do mundohet hudhi lek që të shkri fare.
Pse se kupton që fjala godet atë. Më kuptove? Ose nëse dikush ka bërë një restorant të bukur në Vlorë dhe ti filloi jo po kishte qime, jo po kishte mi, kishte ashtu, ai gja adresën se ku e ke, do munohet me të fshi fare. Më kuptove? Pra, janë rregullat e lojës që vendos ai brenda atij hoteli, brenda atij biznesi. Kurse ne s'kishim rregulla loje. Këtë po shpjegoj se sa gjynaf kemi qenë ne që ka dalë ky llumë që kemi sot në parlament që pas kanë vjedh votat. Po të ishte kriju nga njerëzit që luftuan botën, siç po e luftojnë sot pas 90-s, siç po e luftojnë tani, se këta janë heroj, për mua janë heroj. Këto janë forca që po çosh Shqipërinë përpara, që po çosh Shqipërinë drejt një zgjimi kombëtar. Janë këta. As intelektuali, tani as intelektuali. Pse? Se në momentin që ti unë nuk ulem tavolinë me ty se ti je pler, ke bë këtë. Venit në këtë moment ti je intelektual. Am kuptove. Ti japësh tjetrit. Ti japësh tjetrit. Më kuptove. Në një orë program, se unë mundova me paj program, më hikën truni, pa ne jam edhe kështu sot. Ti japësh tjetrit 45 minuta të hajmut në program. Dhe edhe ato 15 minuta që do me fol tjetër që ti udhësh prapë sipër, kjo nuk është se po i shërbes shqiptarëve. Di statistik që brenda kësaj kohe të zgjedhjeve, brenda kësaj periudhe të zgjedhjeve, kërkesat për psikolog, statistik shqiptare, kërkesat për psikolog janë rrit 7 herë. Unë nuk e di, do ishte shumë e thjesht nga database, të kuptoshim se çfarë ilaçesh janë më nëpër farmaci brenda, që shumë e thjesht mund ta bëjnë. Dhe vetëm ky është program që të kuptohet tamam se çfarë po i bësh shqiptarëve. Mrena kësaj kohe, çfarë ilaçesh janë marrë nga farmacit. Shumë e thjesht duhet jetë kjo. Më kupton, dhe të kuptosh se çfarë dëmi këto plera. Shërbys të çdo okupatori, që as okupatori nuk i do sot. Nuk i do më okupatori. Mo nuk ju du. Të gjenë gomistin, shkojnë qanë ke gomisti, se ai që foli për salën, ai është gomist. Që quhet? Nuk e rrjet njeri vare. Pa zero. Zero. Dhe i vazhdo thot na tha gomisti neve. Po ju mësë është këj bosi që ka makinën, le gomistin. Dhe ky është i problem që dëmton shqiptarët, po sa do e marrin shqiptarët, këtë unë nuk e di. Sepse normalisht që ta mbyll tërë normalisht, nëse kjo do kishte ndodhur në Angli, nëse kjo do kishte ndodhur në çfarë do vendi, qoftë dhe në Poloni, biznesmen, që do jetë kjo tjetra, automatikisht brenda 24 orëve do kishin gjetë avokatët më të mirë, të fuqin për para dëm shpërblimit për dëmet që ju sjellin biznesit e tyre. Këtu në këtë moment ka lindet djatha në Shqipëri. Dhe në këtë moment rregullohet dhe saliu, dhe salira, dhe tërë llumi i pushtuesve që kanë ngel nga Turqia, Roma, gjitha ato të dhirët që kanë ngel kjo parti të shti. Ky është fakt. Dhe kush mundohet, po ta shikosh, kush deli jashtë këtij formati, të më që zgjohet i moment, flet normal. Edhe unë kam pas persona që masi kanë bërë një pa e ditë vetë personi. Pa e ditë vetë personi. Në ka ik nga ky llumi, kanë wow, sa llumë që e kanë këta. Dhe po të shofësh, çfarë do të flas unë? Pavarësisht se sa logjikshëm se sa e egzagjeroj me fjalë që të kuptohet thelbi, çfarë bën një që del nga PD-ja për këta? Amarildo. Nuk ja po do të zoti. Jo, Amarildo. Neve mbajmë si tradhtari më të madh të kombit Esat Pashtoptani. Esati nuk kishte shans të fitote çaqun të primaret në PD. Nuk do rrite me salën e Esatit, do t'i vitë turp. Me sinqeritet do i vitë. Jo, me sinqeritet. Pasha ka më fare. E kam bërë me veten time. Po. Esat Pasha nuk ka thënë kur që Shqipëria është llumi i llumit, se narkot të shtetit thia llumi i llumit. Esat Pasha nuk tha kur që
du me I fal një copë Shqipërie t'i premtote Greku siç I premtoi ky detin, që tha po fitova zgjedhje, tha do zbatohet ajo marrëveshja e detit. Do me thënë, asnjë pse vetëm atë? Është një gjë shumë më fal se ndërpres, jo, që të ndërpres që të mbështes. Është një shorts që ka marrë unë nga një kanal tjetër ku ka fol Dritan Goxhaj. Dritan Goxhaj. Është një djalim ndër më të mrekullueshëm, në shqiptarët më të bukur që ka, pavarësisht ku pranoj ku s'pranoj gjë që thotë. Po është me zemër është shqiptar tamam. Dhe po shkurtoj. Beleri e ka pohuar vetë pra kata shti dhe prova nga vetë Beleri, pavarësisht se e ka provu një formë tjetër, që është një nga tentatorët e peshkëpis. Dhe ti e kisha në krah deri ditën e fundit. Në këtë moment, përveç se një shtet si Shqipëria, që kemi ardhur nga ajo 44, që akoma nderojmë, se ne si popull, këto 30 vjet kemi nderu çdo lloj halje të pushtuesit. Domethënë, kush I ka shërby Amerikanit, e ka I lapidar diku. Kush I ka shërby Grekut, ja kanë vënë I lapidar me I vend. Nuk janë nda këto, siç duhet ndahet për I komp. I kom normal jo. Më kuptove. Bravo, për I komp. Sepse, për shembull, mos të kesh në qoftë se unë do visha të bësha kryeminist, unë të mesha kush ka qenë, si më të them, ai si quhet ai varktari që ka qu në Itali më shumë. Ai skafisti më të mirë të Vlorës dhe bësha monument mund Vlorë. Ka thënë një herë ishte një taksigji në Gjirokastër, në ato që çoshin ilegalët në Greqi. I jepshin në lek politit greke. Edhe rastisht më ndodhën tavolinë më të, se ishte nga Dunavati, nga Gjirokastra. E I thash, çka ke punuar? I thash, ç'a punon? Taksi. Po ç'a? Po shoj njerëz ande më tan. Ke çuar më shumë se Ministria e Migracionit, ta kam çuar vetëm unë. Eksaktësisht. Ky për shembull, emrin e këtij taksistit. Kemi pasur një Ministri e Migracionit dikur me. Që nuk çoj vetëm ca veta dhe ata I çoj diku nga Katari që u kthyen të llahtarisur mbas 10 ditësh ata se ishin në kushte skandaloze. Por që ta pata fjalën për Saliun, mbasi bëra një llogari, më rezultoi që neve kemi shpallur tradhtar të papelushëm, njerëz të cilët kanë bërë shumë më pak se sa Saliu. Eksaktësisht. Për shembull, ky marrim antarët e regjencës, që janë jashtë masë. Bravo. Jo, u drejtova që do të ngjoj tamam. Antarët e regjencës në çdo vend të botës, këta janë shpallur tradhtar, bashkëpunëtor me fashizmin. Janë quajtur Quisling. Eksaktësisht. Franca Petenin, heroin e luftës parë botërore, marshallin Peten, e dënoi me vdekje një herë. Pastaj e falën, pastaj nxorën nga burgu në moshë e vjetër. Edhe këta, po ti shohësh, në fund të llogarive I bën një çik karshillëk Gjermanit. Do me thënë, nuk u treguan shumë të zjarrt në ndjekjen e hebrejve. Bën tentativa që ndonjë ta shpëtonin nga pushkatimi. Floririn ka qenë një punonjës I Ministrisë Jashtme, e harrova emrin. Në mes të bombave e ndoqi deri ku shkoi në Gjermani dhe atë Flori që nëse morëm kursa anglezët na bën llogarinë e thanë që keni për të marrë dhe ca të tjera, thanë. Por ai e ndoqi dhe tha janë në fila në vend. Pra edhe këta nuk deklaruan kurrë që Gjermani bëri shumë mirë që na pushtojnë, që ne jemi një vend muti, të narko shtet. Muti, e tonë t'jesh, që këta partizanët janë fullësira, janë plera. Po, nështë e kanë thonë dhe këte, tani, e kanë thonë dhe këte, që ti mami tamam, se e the shumë bukur, e di që të gjithë këta që shërbyn nazizmit, orë që vranë dhe partizan, morë që torturun partizan. Në 24, po të shpjegoj dhe herë, Shqipëria nuk ishte asgjë. E kështë morë zogu për aqë kohë dhe po mundosh me gjithë mundësin me I dhonë pak qytetërim. Më kuptove? Dhe 21 dhe në 24, ose 38 dhe në 24, ka qenë amullin në gjithë botën. Absolut. Pra ti se kuptoje
Sepse propaganda në vetvete është Se kuptoj nga do shkon të botë. bravo. Dhe thu, Gjermani që më sa të bukur i ka motorët, sa të bukur i ka veshjet e njën e tjetërën, po edhe fjalët e gjermanëve ishin, ju jeni arian, shkote ke ato serbët, dhe ju jeni arian, shkote ke ato tjetër, dhe ju arian, ti ariana. Po muftiu edhe ti ariana, muftiu i Jeruzalemit, edhe ti Nuk Ukrainë dhe ti arian. Po bjerca ushtarë të përdorin si për top. Bravo, masa ne i morën hebrejt, edhe i bon prap arianë, dhe thotë sulmoni ato të shi, rusët që gadisin ato. Nese. Pasi e hedhë helmin ti nejsen. Që tjetë aty. Pra, me sinceritet e ka mendu, nuk është mendim tani, është nga to mendime që zgjohen 3 natës, vërtet nuk i vej faj asnjërit nga to. Është një moment psikologjik që ti nuk e di çfarë. Shiko, Amarido, edhe unë jam përpjekur të hy në psikologjinë e tyre. Në vitin 44 Gjermania kishte marrë Ferrauradën, po gjithsesi këta ishin njerëz që kishin studiuar në Gjermani dhe vetëm 2 vjet përpara Gjermani kishte marrë përpara gjithë Europën. Kishte pushtuar Francën për një javë. Vuri përpara Anglinë. Hyri i Rusisë i shkoi deri në Moskë. Dhe ti thua, shiko, mund të jetë një moment dobësie, po do rikthehet prapë ky. Dhe të shpëtojmë qa mund të shpëtohet nga kjo Shqipëri dhe Moskapi në një copë tjetër. Jam përpjekur të hyjë te psikologjia e tyre. Nuk më hiqet nga mendja që sepse shembulli më i bukur i tërë kësaj sa them. Një shoku i gjyshit tim ja dhanë sentencën me vdekje. Dhe i thanë thuj fjalët e fundit. Nga Shkodra. Kush? Nga Shkodra. Nga Shkodra. E do të shumë gjyshin, shok ngusht. Edhe shok ngusht mrena hallit, kur u futën mrena hallit. Nga Shkodra. Ka ta sentencën me vdekje? Komunistët? Po, komunistët dënu me vdekje. I kishe shërby okupatorit. Po. E kam parasysh. Dhe ky ka qenë themelusi i Institutit Albanologjik Shqiptar. Fjalët e fundit i tha banda, pa i qujmë si që qujmë këta banda, i tha, në thuj fjalët e fundit, se i dënu me për shkatim. Dua të shërbej atë dheutim me dijen time, kjo është dëshira ime e fundit. Hajde shoku, dil nga ky krau dhe u kriju ajo që thejti. Më kuptove? Këto, pra në qofse e kuptove, edhe në 24-ën e kishte mundësi, 25-ën kishte mundësi të shërbete atë dheut. Dhe të shti, çfarë ndodh? Jo, se ka i gjotën e. Sepse nuk na lo këtu, se këtu se kupto prap halli që është këto që çajnë bythun edhe në për Facebook, se sa arrin të kuptojnë këtë pjesën tjetër. Kur fillon mazani nga Gjermani, ti shko ke anglezi, po shko dhe ke serbi, po shko dhe ke greku, po hikën dhe ke amerikani, dhe hikën edhe ke bashkimi sovjetik në fund, jo shoku, po ti nuk je i gënjur mo. Pa ti je këtu, ti je pëdëist. Do më nuk je i djathë, zemra ime nuk je. Ti se paske bon nga halë, ti e paske bon nga qefi, ti e paske veskët. Pra, dhe nga vetë zogu, mos ka bojnë ka qenë një moment që është kërku diçka nga ato dhe ka thonë jo, nuk veproj mo. Më kuptove, dhe më thënë kundra vëndit. Dhe kjo më ka bo shumë për shtypje. Pra, nga, le të themi, gjyshi im, një nga gjyshat, ka qenë i dënum në më të qymë nga zogu. Pra, e shpori zogu nga Tirana, iku, kundërshtari zogut. Pra, ndërës dhe tek unë, kuptohem, kur rritesh, është zogu. Por në qofse ti do Shqipërinë, arrit kuptosh që një jo, zogu, pavarësisht se qa moti kise po të shovësh gjithë zogistat, është njëri më lahtar se tjetri, ta shti, se këta s'kanë lexuar se gjokë, të arrin të shajt komunizmin, nuk shohin se qa kanë ndërfat, nuk shohin se qa kanë ndërtu mbretëria angleze, ose qa kanë ndërtu mbretëria holandeze, ose qa kanë ndërtu mbretëria franceze, për këto thonë, qa na boni komunizmin, do më thonë, zogu i vreta. Tishtë gjalla i këta vrizët parë, që drejgjë zhjeni. Se të kanë qenë gjithë shofera, lesha, ku t'jun qa mutin kanë qenë aty. Edhe majnë vendën për zogista. Sepse ti zogist, tamam, ose
paktën nga ca gjëra që kam kapur nga ai, është që ti të bish pranë vendit tënd, çfarë mrekullie mund të sjellin mbretëri diku, ato Dubai, tjetër, ti vazhdo të çamponi mu komunitet. Ka pasur sa mrapa i kalon Zoti këta. Këtu i ka braktis Zoti. Mëresh? Këtu është problemi. Por vjedhja që i bëjnë votave të njëri tjetër, ta Marildo. Tani, vjedhja. Shumë e lezetshme. Jo, është ta çemi çik më këtej. Këto bëjnë ca votime. Për shembull, kanë pas votimin ndërmjet Oldashit edhe Bashës. Dhe mrena këtyne, se këta asnjoni nuk ka asnjoni ideal ke këta. Nuk kanë asnjë lloj ideali. Këta njoni nga këta tradhto tjetër se si tradhto Shqipërinë me radhë, çka ka probleme tradhto shokun, zero problem. Dhe këto bëjnë filmime të kutive, mbushjes kutive ose të numërimit nëmjet Bashës dhe Oldashit. Dhe aty ka, domethënë, shef llahtar se si ja vjedhin njëri tjetrit. Tashti. Po një minutë se po të dalë, unë po të them, domethënë se këta e kanë, nuk e bëjnë dot pa vjedh. Që ndodhi? Një nga problemet që këto kishin ishte Elvis Elvis Roçi kaj? Po. I Kavajës. Po. Fitojej me Partinë Socialiste. Po. Kriminal. Unë i besoj këta të PD, se këta po të thani e kriminal ta e din. Njohin na zona. Po, edhe unë po i besoj. Po, unë i besoj. Dhe qa thonë këta kriminal, unë nuk them nuk është. Them, ju e dini shoku, se ju jeni të krimit, ju e dini. Po jeni ata që merrni ato 5 lekëshat. Në këto që ju ka hudhë në krimit, është se s'do me ju pa me sy. Nejse. Elvis Roçi, këto thanë të krimit, të dënohet, futet në burg e një tjetër. Elvis Roçi nuk besoj se ka shku të shi, qatë dhe mund ty për të bo bab Terezi, nuk ma do menja, prape ka atë instiktin në ty në gjona. Dhe mbështeti kushurin e vetë, në Kavaj. Një kushuria nuk e disë. Ja vodhën dhe Elvis Roçi ta. Ta ja vjedhin krimit. Ndomën këto nuk konë mo. Këto jo një Barcolet, mërtan, që nuk e di. Këto jo një Barcolet, këto jo një fatkesi që nga ka ra nëse kom që unë nuk e di. Me sinqer, ja vodhe Elvisi, tuhet nga ptinë dhe të sham 90 Elvisi 99. 99 Elvisi, 99 vota i vodhen këta, 99%. Vrrr. Më kuptoj, kështu që për Polonin, doja të dhe diçka më Marildo që ngacmove me rastin polak. Ata e bën revolucionin e parë, antikomunist. Ose ai më mirë ishte një revolucion antirus, ata gjithë jetën ka qenë antirus. Ishte Lez Walesa. 4 vjet Lez Walesa, ikun punë vetë. Erdi pastaj Jaharova ka qenë një bjond, ish sekretari i Partisë Komuniste, në kohën e rusëve, ish sekretar i rinisë komuniste, mori 2 mandate ai, pra kam llafin qa bëjnë kombet e mençura, edhe Lez Walesa i thanë, ti ka gjë pate edhe mos i jep gojës shumë, sepse do ta zgjidhim ne këtë punë. Mëse e morën këto partitë të tjera, njëherë të djatha, por asnjëherë majtas e djathas atyre nuk ju ikte syri nga objektivi Polonia e para. E morë shumë bukur tani. Një kom tjetër. Ta mbaroj. Me që e përmende Polonin. Bravo, shumë mirë. Nuk hyte njerëzit që kam simpati për Polonin, se Polonia s'ka pas asnjëherë simpati për neve. Po. S'kan ato, zero. Jo, zero, nuk ata s'duan asnjë. Edhe në Angli për shumë zero simpatik kishin. Unë mënoshin, domethënë kur i kuptojnë kisha marrëdhënie pune, po zero simpatik kishin individuale zero, ha. Po. Janë njerëz që s'duan asnjëri, ndoshta këta njerëz ecin, por ata kanë pasur gjithmonë Polonia e para. Dhe po ta shikosh Marildo, edhe në këtë rast që humbën zgjedhjet me 0.8%, gjithkush mund t'i kontestoj. 0.8
100%. Aty bravo, kjo është tamam, që aty mund të kontestosh gjithkohon. Mund mos të njohësh. Iku ai pas një polak nuk doli jo, pse shkakton krizë të vendit që Polonia është në rregull me të gjitha, miku numër 1 i amerikanëve, një ndër 3 figurat në BE ja morën dhe Italinë se pyet njëri sot përpara Polonisë. A më kupton? Pse për hatër të Polonisëve dhe janë vëllantari BE-s dhe nuk bën fjalë. Pse mos se besh qepaze në sy të tjetrit. Kur ti shkon e ankosh, jo ti thuash vendit të narko, po pse më mbeti që t'ja u thot Sala, kishte një shkrim shumë bukur Sander Leshaj. Ore, tha, me statistika, tha, që i thonë ata, tha, trafiku kalon në Valencia, Amsterdam dhe Hamburg. Nuk kalon trafiku nga Shqipëria. Ti ju jep në i dozë hashash atyre ditëzive të Puljas. Ti ju jep në i dozë kokain atyre ditëzive të Napolit. Po aqe kete jugu Italis, dru Europën e bën Spanjolli, Hollandezi, Gjermani. Ata e bëjnë druar, jo për që duan ta marrin vetë lekun ata, nuk ta lën ty lekun ata. Se aty është leku. Janë kriminal më të zotë se ty ata. Po nuk diskutohet më. Hiq këta CEO që e kishin çuar në Finland, këta duhet i bësh drejtor Telekomit, drejtor të Alpetrolit, këtë ta qajnë. Gjitha. Këtë pjesë e qajnë. Vazhdo. Jo, çfarë duhet vazhdoj? Me një vend tjetër. E kape shumë bukur. Jo, e kape jashtë masë bukur. Në Kanako shtet. Është një shtet. Hollanda. Snako fucking shtet. Aty e di që nga mretin hije, deri ke këto që janë tjellë, politë e din që aty do kaloj droga, aty do kaloj droga deri sa drogat në lohet në gjithë botën. Aty do kaloj... Duhet t'i mbushësh mendjen 30% të botës mos të tjilë. Bravo, e fundit fare, ajo doza e fundit do kaloj në Holland. Doza e fundit? Ajo, bravo, e botës, e gjithë globit do kaloj, aty do e thithja i holandezi fundit, kjo është kaq këtu, dhe kanë alu, nuk kanë botë më. Nako shtet, që njifet edhe nga investimet që janë bo, dhe nga luftrat që janë bo, është Anglia, nuk mund t'i afrohesh Britanisë për nako shtet. Nuk ke shonë se t'i afrohesh. Bëri luftë më burë, lufta opiumit në Bravo, luftë. Se po ju menin... Qa qoj flotën mërë, pushtoj kinë, gjusë në kinë, se po na merë trejnë. Dhe tani që ta sjarojmë, sepse prap nuk i mushet menër, që kotë me folbek dhe me rrujt vezni dhe duhet mu prejkë. Nejs, që ndodhë, po të kapësh gjithë tregun e kriminelve tanë, në fakt është në Europë. Pra, problemi është në Europë, nuk është duke ne. Absolutisht. Lamja parave, është në Europë, nuk është ke ne. Nuk ta le, bile se është bëhet problem ke ne, kur do me plejnë në gjokë duke ne. Eksaktësisht. Dhe ata u quan të gjithë, i thanë, pse? Ore, më fali diçka. Këto vëndet offshore, kush i ka kriju? Ka kriju Shqipëra? Me ligj e ka kriju, pra, Andorra, midis Spanjës dhe Francës. Monte Carlo në zemër të Europës. Që Liechtensteini, vetëm 1000 banori, 10 makina, 200 banka. Qipro ka vonë, ka edhe kështu pankarta, do më hajtë bini lek, ka me kështu me qaj gjuhet, bravo. Kush ka krijuar këto? Për çaj i ka krijuar? A ka mos i ti këtë kriju Qiprioti këto, ose ose Andorezi këto? Pra, t'ja bësh të popullit tonë, t'ja bësh këtë Shqipëris, dhe e dikush është talja më e modhe, dhe më ti shkoj i thu, që ta sjarëm të rushëm, kësh shumë tjërë, shkoj thot, agenturave më të jashtëzakonshme të botës. Janë gjithë... Janë dezi flak 3 aeroporte rusit. Më po them, janë të gjitha agenturave, se aty janë koka e agenturave të botës, vje këtë damlaja dhe ja shpjegoj që një gjohë, se në Shqipëri po bëhet droga. A kuptos që turpi kombi është kë? Por prapë nuk e ka me këta.
Unë nuk e kam me këtë, e kam me atë çfarë që Në një kohë që gjithë duhet të ka ardhur momenti që kjo nuk duhet falet. Dhe ka ardhur momenti që duhet të ndërtohen ligje dhe biznesmenët tanë të arrijnë të kuptojnë që ajo kultura në fakt është frikë. Në gjithë botën kultura është frikë. Pra nuk është e pamundur që në Angli ti të flasësh kundra Anglisë. Problemi është që gjoba që të vje ty të bojë që mos me e pa më dritë në diellit. Amarido, ta thash në emisionin e para 2 emisioneve dhe ta thash rastin me Baxhanakun tim, i cili është anglez. Po. Domethënë nuk është as skocez, as walesian, as është anglez. Dhe kur i thash çështjen që të çohet dikush, thash, dhe të hedhit poshtë luftën e anglezëve. Ç'a ndodhi, thash? No way. Nuk ndodh. Nuk i shkote në mendje ndodhte. Sepse ai që do flasi kundra Anglisë dhe kundër heronjve të Anglisë, nuk e kape nesër mja. Pi çaj, ti e di shumë mirë, o pi çaj, ose ndonjë aksident i mbytet varka kur ka dalë për peshë. Më bie dhe tërmet e ti qyteti. Bie dhe tërmet i përqendruar aty. Më ti qyteti. Se thot edhe komshit do i ketë infektuar kemi në farmace, dhe të heqim një gjys lagë. O i plas bombola e gazit. Tani se nuk e nxorra, më vjen shumë keq që ndoshta nuk do ta perifrazoj tamam. Në këtë moment, interesi i biznesit shqiptar është cënuar. Dhe në këtë moment, biznesi shqiptar duhet kërkojë dëm shpërblimin për dëmin e krijuar. Pra, shtetet e forta krijojnë në fakt edhe avokat të mrekullueshëm. Avokat fort. Dhe e di çfarë ndodh për shembull në Angli? Që po them një rast të ngjashëm, nëse do ndodhte një rast i ngjashëm në për telefona tani, si mua, si ty, si ati që ka fabrika, si ati që ka te, do thoshte, mendon që të është dëmtuar, dhe duhet ta them sa më nga dalë. Të vje mesazh në telefon, jo 100. Mendon se të është dëmtuar biznesi nga fjalimi që bëri Sali Berisha kështu, ose nga kjo gjë që u tha në këtë parlament, po ose jo. Nëse po, sa mendon se shuma që duhet shpërblehesh, ose të thonë të tjetrën, ta japin dhe shumën vetë. Ti ke mundësi që në qofë se do na kontaktosh neve, të marrësh deri në 10.000 pound. Po ja morim edhe njëri që ka fshi rrugët, është u fshi rrugët. Do të ke mundësi të marrësh deri 10.000 pound. Dhe derisa të fitoj, domethënë, parat nuk merren nga ty për hapjen e gjyqit, por nëse fitohet gjyqi, ne do marrim përqindje nga kjo para. Po. Kështu bëhet shteti. Kjo është forma që bëhet shteti. Amarido, kjo shumë të drejtë. Këto në përgjithësi, e para punës, avokatët shqiptar, ti e njeh shumë mirë, di shumë mirë që janë qenë të rrahur, që të gjithë janë psikopat, që ku duan të kapin në një femër, në një hallëgjesh që shkon me hundim, aty e qajnë atë pjesë, janë ca njerëz që më thonë drejtën, sa më shumë kohë kalon, nuk kam ndonjë respekt madh për ta. Me pushtetin janë qenë të rrahur, po këtë e di kush e bënte. E bënte një shoqat biznesmenësh, e cila nuk është falso si që janë këto vomat e dhe studio ligjore, dhe një studio ligjore që nuk është... Jo, e merr nga jashtë studion ligjore. E merr nga jashtë, ti shkullë ballën e shëndoshë, e merr një studio angleze që së shef në sy. Po tani duhet rregullu dhe biznesmenët duhet fillojnë të rregullojnë. Bravo, janë shumë serios, nuk është problemi vetëm ke fjalia që tha ky shumë tirë. Unë kam çuke panele televizive, kjo duhet rregullu. Ky është problem. Ky është problemi, në fakt është
ama, po ama, ajo që ka, po ajo e bën me qoka, vë 3 tip, 4 unë, me një tjetër. Problemi është nuk ti se si konkretisht të kuptohemi, ndoshta nëse do të isha në Angli, po flas me sinqeritet, sepse natyrisht ku jam unë i Zotit dhe ku jam i pa Zotit unë e di shumë mirë. Në Shqipëri unë jam shumë i pa Zotit. Pse? Sepse 26 vjetë mësova me ca rregulla tjera në Angli dhe i lash. E di e kam bërë. Jo, dhe i lash këto rregullat në 95 i lash këto rregullat e Shqipërisë dhe i paharrova se si ishin këto. Më kuptoj që është ajo çuni filanet, kjo bëhet, kjo s'bëhet, ti mos hajde ti vje. Rriktuese. Dhe kalova bravo, dhe kalova 26 vjetë dhe kjo po më dëmtoi shumë dhe e shikoj. Pse? Problemi për shembull për të sqaruar një çështje të tillë, mjafton të kontaktosh një X gazetë ose një X studio ligjore. Po s'ma mundja se shkojët e aty, boll të thrisnje policin për Jo, mo i ke direkt në kompjuter, më burr. Am kuptoj dhe marrin ata përsipër, ta ofrojnë biles edhe lek përpara që për kohën që do harxhosh, në mund ta gjym kështu. Më kuptove. Pra, e kisha fjalën që të organizosh një komb, sepse ka momenti që ne duhet të organizojmë kombin. Dhe që të organizosh kombin, kombi duhet të flasë me gjuhën e ligjit. Dhe që të flasë me gjuhën e ligjit është kjo, dhe është shumë e thjeshtë. Çfarë ilaçesh janë harxhu brenda një muaji në Shqipëri, vetëm brenda këtij muajit të zgjedhjeve. Më kuptove? Sa janë paraqit me depresion, sa janë paraqit ke psikologët. Ky është një dëm që kalon biliona. A mendon ti që Sala ka nevojë për psikolog? Jo, ai ka nevojë të shtuket fara. Nuk ka nevojë për psikolog, sepse ai është një psikopat, siç e tha dhe ky, e kanë zgjedhur të tillë, dhe që të sqaroj këtë punën e Salës, sepse në fakt nuk u sqaroi nga ky program, nuk është se Sala ka ndryshuar. Sala në 91-shin fitoi kur u la Shqipëria pa bukë. Dhe ne nuk e dishim se si ishte Europa dhe tajtë se po votojmë për Europë. 6 muaj më vonë, humb. Dhe që nga i moment, Sala ka fitu vetëm duke blokuar Shqipërinë. Pra ka bërë për të njëjtën gjë që ka bërë tani. Tani, për shembull, shqiptarët janë bërë çik më të zgjuar dhe arrin ta kuptojnë se çfarë bëri këto ditë. Përpara nuk është kuptuar, nuk e di jam kuptuar, nuk është kuptuar, por prap ka shku me ndim PPS, ka bloku Jo, bën të pamundurën më. Jo, atë që ka bërë gjithkohën, më kuptoj. Villt ne nga PS-ja, sepse mos harro që në Shqipëri mas 2012 kur Shqipëria ka qenë i vetmi vend ndoshta në gjithë Europën që bëri një protestë të jashtëzakonshme, ku më vonë u vranë edhe 4 vetë, po që protestat përpara filluan për diçka tjetër, hapjen e kutijave. Domethënë, hajtë shohim se mos ti ndryshojmë, ti hapim, ti shohim. Aty kishte votu gjyshja ime, gjyshi im, baballarët e tyre, të gjithë të vdekurit e mi, brez mas brezi, kanë votu për PD-n. Dhe ky ka qenë fakt, nuk është shpifje. Kjo është, domethënë, për shembull, Sama Sharra, le të themi 200.000 vetë, herë 4 që janë ata paracet e këtyre që në sharriotëve që janë aty. Dhe 4 brez. Bravo, votoni na. Vota. Këto janë bo. Jo, e raditshme është bas. Nuk është se këta kanë bo, më falë që po të ndërpres, sepse që ta kuptojnë të nuk është se këto kanë bo një palë vota brenda PD-s, dhe këto nuk kanë vjedhë. Këta dhe kur voto vetëm, ai e vjedh vetëm. Do më thënë, sepse është kriju organizatë terroriste. është kriju e tillë, është hall, po është kriju e tillë. Dhe nuk bëhen. Ky është problemi. Dhe po ta shikosh, e di çfarë i dhanë shqiptarëve këta? Që të kuptohen, për shumë, opozita në Poloni, i vuri polakët përballë 2 alternativash. Me BE-n apo jashtë BE-s. Alternativa në Sloveni i ka vonë sloven përballë 2 alternativash. Me BE-n
apo jashtë BE-s. Në rregull? Në Angli po njëjta gjë. Në Shqipëri dikush ka qenë alternativa? Në BE me 47 liderët apo me shoferin e autobusit të BE-s? Apo me komistin e BE-s? Me Amerikën, që i bie administrata një tjetër, apo me rojen e departamentit. Kjo është bo, pra, nëse... Ore si na iku Laci Vita. Nëse shqiptar, bravo, me arkitektët më të mirë të botës, apo me Laci Vitën, me investitorët në të më të bukrit që ka ajo pjesa aty me që quajnë ta arabe gjuish e këto me radh, apo me Laci Vitën. Prapë s'kishe një që ta zonësosh te. Me BE-n apo me Laci Vitën. Këte kanë pas shqiptarë. Kanë burë diçka. Se në qofë se herë të tjera, më falë, ta mbyll, që në qofë se herë të tjera ishte, do kalojmë me këta investitor apo me këta investitor, kësa radhën e kishin vetëm Laci Vitën. Edhe Fred Beleri, në fakt. Fred Beleri. Në mbyll. Jo, mos e mbyll. No, edhe mund ta mbyllim, se kohën e temi të e kaluar, po Laci Vite me harruan fare. Më bëri përshtypje dje isha në një emision dhe ata që kisha përballë kanë krijuar një narrativ, kanë krijuar një botë paralele Amarildo. Një botë paralele që rrinë na votën votat, na bën votat, thonë ato që thot ai. Dhe e shikoja që po t'ju përmend një Laci Vitën, e përmendën diku në zë me Manjanin që kisha në krah, ju iku fytyra, më kupton? Sepse i ka poshtruar në mënyrë pa palë, Laci Vita ju ka marrë, ju ka marrë paratë dhe domethënë jo, nuk i ka mashtru, jo, tani duhet të jemi korrekt. Laci Vita nuk i ka mashtru. Tani, paret ja mori dhe bëri shumë mirë. Laci Vita është një genialitet që bëri Saliu, duke i ditë se çfarë rangu shoqëror ka PD-ja. Okej. Jo, ta sqaroj. Unë mendoj kështu, që Saliu teorinë tënde, po mbështes që the ka pagu 6 milion në mënyrë që të bëj trazira këtu edhe pastaj mos i hy ferr në këmbë. Bravo. Po më duket se Laci Vita i mori ato 6 milion dhe i tha shoku trazira mos bëj se unë këto lekë do t'i mbaj për vete, nuk do t'i shpërndaj lart e poshtë. Tani po shtoj diçka tjetër. Genialiteti dhe puna që ka bërë Laci Vita, nëse do marrë CV-n, do ndërtoj CV-n Laci Vita, më të bukurën dhe më të suksesshme në fakt e ka pasur në Shqipëri. Patjetër. Në CV, jo se çfarë ka arrit me bërë, se ne gjithë themi nuk ka bërë asgjë. E çfarë bën Laci Vita? Një bërdungull si Saliu, një qenien më të rryet të shqiptarëve, ti japësh 50 deputet. Pra Laci Vita, nëse do paraqesi punët e tij në përbot, ky është gjë më bukur që ka bërë. Po, jo ta them me sinqeritet. Sepse do thotë shikoni këtë se voton asnjëri në përbot. Bravo. Ishte genialiteti im që bëra që afër këtij të ketë mundësi me pas deputet. Unë thot bëra e shef, edhe i nxjerr këto intelektualë, pritë se të jap, nxjerr intelektualen Jorida Tabaku, se më majnë dhe intelektuale. Domthonjë, është çat më rremta, që i thonë asaj intelektuale, Jorida Tabaku. Edhe gati Kastraveci tjetër, që është ai mjeku, Valja, intelektualta. Po i bëri këta që të kërcejnë Tropojançën me kongën e Saliut, nga kundra Saliut, të që të zjem një tjetën kush ja vodhi kujt votat, po të vazhdojnë të flasin se ja kanë vjedhë të tjerët, dhe të gjithë që ishin kundra Saliut të bëri Laci Vita, të gjithë, sepse nuk do të humë mjeshtria që bëri, të gjithë ta që e qveshën fakt Saliun, se ja dishin nga brënda se që ka bo Saliu, Gazbardhi, do më thëmë, po të mbledhësh gjithë çfarë ka thënë PS-ja, bashk,
Dhe çfarë ka thonë Gazbardi vetëm për një javë nuk bashkohen, se Gazbardi ja gjeti ku është taku me krimin, sa lek i ka morë krimit, si e ka vra, qysh e ka bo. Gazbardi e gaditi se që kishte bo Saliu. E boni dhe gazin të kërcej dhe e boni të pëtet. Këto e boni La Civita. Pra, krijoi një mekanizëm të tillë që gjithë ta që kishin hongër mut kundra Saliut, tanë mut në Saliut. Okej, shiko. Kjo Me atë për Trumpin s'na del kohë ta diskutojmë. e lejmë Trumpin se është lojë e rëndë. Lojë rëndë. Është shumë e rëndë tani, është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Me dy fjalë vetëm. Jo, dy fjalë këto. Të paktën si e shoh unë. Musk e mbështeti Trumpin sepse e kuptonte se çfarë Trumpi donte. Trumpi nga ana tjetër e kuptoi në një rrugë ndoshta çik më të vështirë se ajo që ai do të bënte nuk e bot dot pa lejen e ca tjerëve, se ta zbresin Amerikën në gërmë indirekt. Kështu që çfarë donte të bënte Musk, po ta flas me më shkurt, Musk donte të pastronte tërë Amerikën dhe ta bënte për amerikanët. Në fakt Amerika është koloni, e këtë e pa Trump, dhe Amerika do rria aty ku është, dhe do shërbej Zotit për sa kohë tjetë, ose s'ka Amerikë. Dhe ja shpjegu ndoshta me dokumente e Trumpit që nuk ke Amerikë, është çfarë kemi kriju ne. Dhe që nga krijimi i saj, Amerika në 1600-700, që tregojnë dhe këta, është kriju pikërisht nga diversiteti. Dhe ata që kanë kriju në fakt New Yorku në Amerikën, ishin ajka e ajkës krimit. Kështu që përmendesh emra se jo, mos më let përmend emra, por rëndohet shumë por Musk, megjithatë Musk kishte komplet tjetër qëllim nga ç'kishte ai. U tregu 99 me kap. Po, Aty ku duhet kap. Po, bravo, dhe ti shumë faleminderit. Asnjë gjë tjetër, domethënë ka person këtë botë që thotë o prit se ne ndërtimet duhet i kemi më me fakasitet, më me pak lekë një tjetër, jo mund. Dhe mund ai që themi mirë, kaq sa jam. Vetëm na leni rahat se ta zhdukin shtetin mrena sekondit. Po, kjo është e vërtetë. Tashti për Shqipërinë dhe më vjen jashtë masë e mirë që mund të them pa shufare që Shqipëria është në pozicionin më të mirë që ka pas në historinë e vet. Pra, nëse Enver Hoxha, që ishte një gjeni, arriti që të na hiqte zhulin, se kujtojmë për komunistë Enver Hoxha, në fakt. Enver Hoxha për mua ka qenë i djathtë. Domethënë lufta e madhe që është bo për të na heqë morrin. A heqë morrin neve, është një luftë e pa parë partizane. Më kuptove? Nacional komunistë. Jo që të kuptoj. Ata që din të mendojnë. Tani që të kuptoj tamam. Dhe një popullsi 95% analfabete, ta qosh në një popullsi 99.9% të shkolluar, të kesh 99.9% të prodhoj shkolla njerëz taft për punë, të kesh një rini të jashtëzakonshme që njifte, si mund të them, njifte kokat e artit. Do bëjmë emision. Jo, më duhet ta mbaroj këtë. Po mirë, po mos e zgjat. Jo, nuk do ta zgjas. Që njifte kokat e artit si në muzikë, si në letërsi e tjerë, sepse gjithë ata që ishin nalu, në fakt ishin për të nalu, dhe këto e japin dokumentet sot. Qa ishin që ka nalu Enver Hoxha, i nalo edhe Polonia sot. I nalo dhe Rusi, i nalo dhe Kina. I do më kush venet që do më ushvillu, i nalojnë. Kështu që mos hajnë fare, mos hajnë fare, sepse mjafton të skraqin pak në dokumentat kohës, kuptojnë që ti do kryosh
një popullsi nuk harroje komunizmin, sepse atë komunizmin vetëm idiotët e përmenin, tamam vetëm idiotët e përmenin komunizmin, sepse në çdo parrull, po ta shohësh, është të ndërtojmë socializmin. Fjala të ndërtojmë socializmin është o shoku t'ju heqim zhulin një herë e të kuptoni të hapni në libër, mos ta hani librin. Dhe me gjithë atë që bom, ndoshta për mendimin tim, ndoshta do duhesh edhe po të kishim kalu dhe i 10 vjeç. Shiko, duhet të bëjmë një emision çfarë ka qenë Zogu, çfarë ka qenë Enver Hoxha. Do ishte kryevepër. Sepse boltu Saliu, domethënë. Për mendimin tim, ndoshta Enver Hoxha duhesh edhe një 10 vjetësh që të kalohesh, domethënë të kuptohesh dhe vërtet dhe e djatha. Jo, të kuptohesh dhe e djatha, tërësisht, të kuptohesh se çfarë është krenaria kombëtare dhe çfarë është një tjetër. Pra mos kishte atë rrëzim ndyrësie që kishte, ose më mirë themi, mos ishte 10 vjeç, por mos kishte një Sali. Kishte ardhur një djalë që do të kjo është problemi, Saliut është problemi, është problemi që neve i hoqëm brekët përballë. Pra, po të kishim pas një njeri, që do të atë dheun se nuk mund të marrësh njërin nga viçi doli. Nuk mund ta morësh, tani nuk mund ta morësh. Domethënë, ti thon një njeri që ti thosh amerikanëve, shiko, neve do ta ndryshojmë sistemin, do ta ndryshojmë, por mos na prek themelet. Po jo, po nuk ke se si, sepse një person që do të kjo u lapa u theksu. Një njeri që do të ndryshon të sistemin, jo shkatëron të vendin. Pra është, këto fabrika do t'i kalin pronarit, këto toka do t'i kalin pronarit, po ti nuk mund t'a prishësh vijën e ujtit. Këte ka po Polonia, se po e shoh unë. Amarildo, kur i ka shku sekretari ambasadës amerikane dhe i ka thënë Berishës do heqësh komunistat nga puna dhe bëj fjalë të zbrazej administrata, ata që mbanin llogaritës, çka komunistash ishin në administratë. Administrata është baza e çdo shteti. Patjetër. Më kupton? Dhe ai tha, jo sot, jo nesër, dje duhet të hiqen nga puna. Dhe doli ai 24 një ish i famshëm, pastaj ne filloi kur s'ke një njeri që mba defterët, filloi hyn pastaj fabrika. Ajo. Nëse Saliu duhet i kishte thënë shiko. Ti po çfarë duash? Ndoshta më heq edhe mua nga pushteti, edhe mund të më heqësh nga pushteti, po nuk mund të shkatërroj vendin tim. Besoj që këtë ja ka bërë Polaku, këtë ja ka bërë Hungarezi, këtë ja ka bërë Rumuni, dhe sot në Rumani prodhohet Dacia që eksportohet në gjithë Europën, në Poloni do prodhohet tanku më modern, në Hungari... Polonia dhe këto qenë me fat tani, se në një krak kishin, le të themi, Rusin që ishin gati një... Më falë. E kishin më vështira. Pak nësi pasi destin... Nejse, që mos se... Varja. Po, nëse do zhvillojmë në të tjetën, kur të flasim. Do zhvillojmë një herë tjetër, se si janë zhvilluar këto vende, se si mund të fuhe jo. Ne kishim Serbin, Malazezin... Mëse dhe Polonia kishte Gjermanin... Ne na lan Grekun, këtu është problemi madh, të lan Grekun. Çfarë ndodhi që të lan Grekun si mësues, një cop hajduti e një cop bariu. Kjo vazhdoi. Jo, çfarë ndodhi kene ishte që nëse sigurimi shtetit ton u shpërbë momenti, pra vitet 91, këto lloj organizatash që të tre këto shtete qëndruan, pra nuk u shpërbën si ne. Ora ti ke Azem Hajdarin shkoi të shiti gjithë listat e bashkëpunëtorë e agjentëve të sigurimit jashtë të vurë. Një kryetari i komisionit të sigurisë vure një halabak në krye të kjo dhe sot ty shërbimi sekret akoma s'po të merr veten. Po sa akoma s'ke më shërbim sekret. Ku ka shtet që ekziston pa shërbim sekret? E bo salet shërbimi sekret. Shko aty janë drogum, janë... Natën e mirë, faleminderit.